Është kthyer gjithashtu në traditë gjatë festivalit të gastronomisë shqiptare, vlerësimi me mirënjohje për shefët dhe kuzhinierët shqiptar që punojnë në Greqi, duke lartësuar kulinarinë tonë. Atyre shqiptarëve që përcjellin vlerat e gatimeve tona tradicionale nëpërmjet punës së tyre, atyre që u njohin vendasve shije tona dhe që na shohin sadupak mallin për gjellët e nënave dhe gjysheve tona. Lindi në Tiranë, ku dhe kreu studimet profesionale për ekonomi. Emigroi me familjen e saj në vitin 1992 për një të ardhme më të mirë. Siç rrëfehet, ishin vite të vështira të mbushura me sakrifica, pasiguri dhe sfida të panumërta. U përball me to me dinjitet, pa e humbur kur besimin dhe forcën për të ecur përpara. Provoi punë të ndryshme për të mbijetuar dhe për të ndihmuar familjen, derisa më në fund, pas shumë vitesh, arriti të realizojë ëndrrën e saj. Prej 12 vitesh, drejton Kiminon, gjelltoren e saj familjare me gatime tradicionale, një folezë ndërtuar në gjirin e qytetit të Patrës, me përkrahjen dhe talentin e të birit, si dhe me mundin për kushtimin dhe sakrificat e një jete emigranti. Çdo gatim aty mbar dashurinë dhe kujtimet e recetave që trashëgojnë nga gjyshet e saj, gjë që e bën të ndihet e fortë dhe krenare çdo ditë. Veç të tjerave, drejton komunitetin shqiptar të Patrës, një angazhim vullnetar në dobi të bashkëtetarëve, gjuhës dhe traditave tona kombëtare. Nga qyteti i Patrës, zonja dhe zotri, Mirela Bashllari Shahini. Ftoj ambasadore zonjën Luela Hajdaraga të dorëzoj vlerësimin e parë. Ju faleminderit. Dy fjalë, ke dëshirë të na thuash Mirela? Faleminderit shumë për vlerësimin dhe ju uroj suksese të mëtejshme në punën tuaj. Faleminderit shumë. Shumë suksese Mirela, ta ngresh lart punën në komunitet, dhe ti je gjithmonë kështu si sot, të nderuar dhe vlerësuar. Faleminderit. Nga Patra kemi gjithë shoqatën këtu sot. Mirë se erdhët zonja. Edhe zotri. Atëherë vazhdoj me vlerësimin e dytë. Lindi dhe u shkollua në qytetin e Delvinës. Me familjen e saj u transferua në Sarand, prej ku dhe emigroi për në Greqi në vitin 1992. Si nënë e 3 fëmijëve, rrëfen se jeta ishte sa e bukur, aq edhe sfiduese. Ndërkohë që u punësua në mirëmbajtjen dhe pastrimin e një pasticqerie në Athinë, nisi të mësonte gradualisht zanatin. Kështu, me mund e punë, në vitin 2008, arriti të hapte furrin e saj të parë, o Furnos tis Eleonoras, në lagjen Kato Patisja. Disa nga produktet e saj janë tradicionale shqiptare, si baklavaja, qumështori, amaretat, buka e mistrit, si ajo e qytetit të saj, Delvinës. Një provë do ju bindi, thot ajo. Zonja dhe zotrin, Leonora Marto Xuxi. Ftoj ambasadorin e Kosovës, zotin Fitim Llareta, të dorëzoj vlerësimin e dytë. Dëshironi të thoni të fjalë dhe ju? Faleminderit shumë për vlerësimin që më bët sot në këtë ditë. Lidhjen e gruas shqiptare dhe gjithë shqiptarët e tjera që kanë marrë sot pjesë këtu. Ato doja të bëja në Shqipëri, këto bëj dhe këtu. Ju faleminderit shumë. Lindi dhe u shkollua në periferi të qytetit të Elbasanit. Emigroi drejt Greqisë në moshën 18 vjeçare. Një vit më pas, nisi punë në një tavernë ku dhe zbuloi dashurinë për gatimin.
Qysh prej atij momenti nuk ka reshtur së mësuarit dhe provuarit dhe thartit të kulinarisë. Nga Bread Factory e deri në gjellëtoren PS në Metaxurgio, këtu e 20 vite i përkushtohet të gjitha gatimeve e sidomos atyre tradicionale. Veç të tjerave, është nëna krenare e Ritës, një artiste jetë re që hedh hapat e parë të saj në fushën e këngës popullore shqiptare, të cilën dhe do të kemi shansin ta shijojmë më pas në programin ton muzikor. Disa prej gatimeve të saj i gjeni sot edhe në festivalin ton. Zonja dhe Zotrin, Zonja Esmeralda Taushani. Vlerësimin e dorëzon kryetarja e Lidhjes së Grua, Zonja Agapi Gjiki. Dëshiron të thuash diçka? Mirë se ju gjeta dhe faleminderit shumë për mundimin dhe ju uroj gjithë mirat dhe suksese. Faleminderit. Faleminderit dhe ty për punën që bën. A mund të kemi këtu treja zonjat këtu që morën vlerësimet për një fotografi të përbashkët, ju lutem? Παρουσιάζοντας με καμάρι κομμάτια από την ταυτότητά μας. Ο μαέστρος Φίλιππ Τζελίλη θα μας υποστηρίξει μουσικά σήμερα. Εμιλίτα Φιλοπάτη, παραδοσιακή φορεσιά από την περιοχή Γκάρντεν της πόλης της Φορτζάς. Ο Σέμι Ιτάλιας, βγαίνει με eleganță, finesă, caracteristiche de zonă sportos. Kristela Filopati, παραδοσιακή φορεσιά του Κωσόβου. Kostumi Kosovës është simbol krenarie, tradite, duke përcjellë forcën dhe shpirtin e trashëgimisë kosovake. Jura Logani, Gjileta, tokamari të zgjodhjes së Gjuleta e ka veshur në velashtra shqiptare, simbol i trashëgimisë kombëtare. Elvira Leka, paradosjaki foresja, perioshisht i Zadrina, të zvolut i Kis Albanias. Kostumi Zadrinos, krihet për elegancën, ngjyrat harmonike dhe detajet e veçanta të cilat e bëjnë një të kostume më të stilashme shqiptare. Urteta Milina, paradosjaki foresja Gjirokastër. Kostumi Gjirokastërës përfaqëson festivorinë, traditë dhe qytetare, duke luajtur dhe promovuar shijoshinë e gjuhës shqiptare. Zlata Jasini, paradosjaki foresja Gjeria. Kostumi lungërisë sjell finesë dhe gradim në çdo detaj të tij, duke pasqyruar kulturën e pasur të kësaj kleve. Amarita Delvina, paradosjaki foresja Nis Protensas Albanias. Tiranës ka shënon traditën dhe elegancën qytetare të Tiranës së vjetër. Vjoca Basha, e bisis apo të perioshitis Lejnindis Albanias. Kostumi tradicional Tiranës, si të perioshitin dhe originalitet. Ngjyrat e punimet artizanale tregojnë kulturinë karakteristike të qytetit shqiptar.
Parë traditën dhe mishurinë e Krakinës për nivelin tonë. Nina Lupi, Pardosiakit Koresiatis Floras, Afronas. Kostumi Florës si edhe elegancën e traditën e bregdetit shqiptar. Valentina Budri, Pardosiakis Tolitu Berati. Valentina Skonderi, Koresiatis Matri.